Mirë, do dalemi tani për diskutuar për temën e ditës. Pak ditë më parë, Instat publikoi dhe të dhënat sa i takon tregut të punës në Shqipëri, papunësia në shkallë vendi zbriti në 8.7%, duke qëndruar kështu në nivelet më të ulta, është rritur dhe numri i të punësuarve. Do të diskutojmë për sektorët që përmbajnë tregun e punës në vend, që po udhëheqin edhe punësimin, për tendencat e punësimit, punësimin sezonal, çfarë peshe ka edhe në këto tregues, po themi final edhe gjithë vjetor. Të gjitha këto çështje kam kënaqësinë që të diskutojmë me zotin Erion Muça, ekspert për punësimin. Mirë se erdhët në Money Report. Faleminderit për ftesën. 8.7% shkalla zyrtare e papunësisë, ka ndjekur një tendencë në rënje, një rritje e numrit të punësuarve. Si e analizojmë, po themi, një nga treguesit më të rëndësishëm të ekonomisë së vendit, shkallën e punësimit në vend? Kuptohet rënja e papunësisë dhe rritja e shkallës punësimit është një tregues që në një farë mënyre pasqyron performancën e tregut të punës, gjë që në një mënyrë apo në një tjetër krijon një farë lehtësie apo dhe optimizmi për sa i përket mundësisë dhe hapësirave për punë, gjë që në një mënyrë apo në një tjetër rregullon apo sistemon edhe interesin e punonjësve të vendas për ta parë mundësinë dhe hapësirën për punë brenda vendit, duke krijuar një farë lehtësie apo mundësie të shtuar për sa i përket mundësive dhe hapësirave për punë momentalisht. Unë e shoh si të dhënën më të mirë që përkon njëkohësisht dhe me uljen e papunësisë së të rinjve, gjë që në një mënyrë apo në një tjetër zbritja e saj në 20% stimulon apo motivon në një mënyrë apo në një tjetër dhe të rritë për të aksesuar tregun e punës dhe për të shkëputur nga databaza apo lista e papunëve të dekurajuar, gjë që në një mënyrë apo në një tjetër ndikon pozitivisht në totalin e të punësuarve. Ajo çfarë duket dhe normalisht tani do filloj duke u rritur gradualisht është ndikimi i punësimit sezonal, i cili në mënyrë sezonale ndikon pozitivisht edhe shifrat e të dhënat e papunësisë nga një anë, por edhe nga ana tjetër ndikon në një mënyrë apo në një tjetër dhe për sa i përket po themi uljes dhe zbutjes papunësisë në nivel të përgjithshëm. Kur flasim për punësimin sezonal, e kemi besoj parasysh fokusin tek shërbimet, tek turizmi, pra në funksion të sektorit. Është një problematik e zgjidhur, e adresuar, po themi? Turizmi këtë vit, ndryshe nga çdo vit tjetër, sipërmarrjet në këtë sektor kanë marrë masa që herët, gjë që në një mënyrë apo në një tjetër kanë krijuar një farë, po themi, mbulimi të nevojave që kanë patur, kjo diktuar dhe nga përvojat e viteve të shkuara. Ndryshe nga vitet e shkuara, këtë vit kërkimi për punonjës dhe stabilizimi i pozicioneve dhe profileve të lira ka filluar që sa ka mbaruar sezoni i shkuar për shumë sipërmarrje, gjë që në një mënyrë apo në një tjetër kanë arritur të mbulojnë të gjithë të paktën pjesën më të madhe të vakancave të nevojave që kanë patur, duke krijuar një farë lehtësimi apo frymarrje për ta. Ato sipërmarrje që s'kan mundur t'i gjenë brenda vendit, i kanë siguruar duke i projektuar paraprakisht nga tregu ndërkombëtar punonjësit sipas nevojave të tyre, duke arritur që të mbulojnë gjithë mbarvajtjen e proceseve të punës. Sigurisht ka pasur një ndikim dhe në rritjen progresive të nivelit të pagave në sektorin e turizmit, gjë që në një mënyrë apo në një tjetër ka krijuar një disbalancë pozitive për sa i përket diferencës mes pagave në sektorin e turizmit, kryesisht në zonat turistike, me ato në vendet e rajonit, duke zbutur disi diferencë në pagesa, zbutje e cila në një formë apo në një tjetër ka rritur dhe interesin e punonjësve të vendas për të punësuar. Ajo çka këtë vit
ka ngritur dhe ka rritur interesin edhe të punonësve të vendas kanë qenë dy komponentë të rëndësishëm, marrja për bazë e orëve shtesë për të 8 orarshit dhe pagesa e tyre me një çmim fiks, sipas zonës, ngarkesës dhe vështirësisë në punë, dhe e dyta ka qenë infrastruktura, akomodim ushqim si suport dhe mbështetje për punonësit dhe një ditë në javë pushim ose punë me orar më të reduktuar se ditët e tjera të javës, që i ka bërë në një formë apo në tjetër disi më komode edhe mundësinë e punësimit në sezonin turistik. Pra përmbushje kritereve bazarion, t'je përmend edhe pak më herët punësimin e të huajve në vendin tonë. Pse po u drejtohen kompanitë shqiptare punonjësve të huaj? Është e gjitha çështje kostosh? Më tepër për mua është mbulim i vakancave për ato profile pune që nuk preferohen të bëhen nga vendasit. Këtu kemi të bëjmë për punë të thjeshta, elementare, të cilat në një formë apo në një tjetër nuk është çështje nivelit pagës si përcakton biznesi apo si përmarrje për të afruar punonjësit, po më tepër mundësia e punonjësit për t'i bërë këto lloj punësh nisur nga paga minimale, po themi, gjë që në mënyrë apo në tjetër për këto profile pune shumë sipërmarrësit drejtohen tregun ndërkombëtar për të afruar punonjës të huaj, pikërisht sepse këto punë nuk i bëjnë vendasit dhe kjo në një farë mënyrë apo në një farë forme nuk lidhet me nivelin e pagës më tepër se sa preferencën, interesin dhe dëshirën për t'i bërë punonësit vendas këto tipologji pune, sepse synojnë apo kanë një fokus për të kërkuar më shumë mundësi dhe hapësira për punë dhe më shumë interes për të patur një punë vetëm sidomos vetëm në funksion të sezonit turistik, gjë që në mënyrë apo një tjetër i krijon problematika të caktuara që gjithë vitit më pas, nëse vinë nga një qytet dhe shkojnë në zonën pregëtitare, rikthimi për ta është relativisht i vështirë, integrimi në tregun e punës në qytet janë shkëputur bëhet relativisht i vështirë dhe rrjedhimisht në këtë formë punonjësi sezonal që vinë nga jashtë e kanë të mbi muajt e sezonit dhe në një mënyrë apo në një tjetër ose rinovojnë kontratën në një punë të ndryshme ose rikthehen në vendin e origjinës. Për sa i takon edhe sektorëve që gjenerojnë më shumë punësim, sigurisht shërbimet e lidhura drejt për drejt me turizmin mbajnë peshën kryesore. Kush janë degët e ekonomisë që garantojnë një punësim të qëndrueshëm, po them? Kuptohet që sektor apo industri që kanë një punësim të qëndrueshëm është sektori i përpunim prodhimit, i cili sigurisht kërkon punonjës gjatë gjithë vitit, kjo në funksion apo në kuadër të kontratave që kanë, afateve të përcaktuara, një pjesë e tyre të shtrira në kohë dhe në vite, po ashtu është industria fasone që ofron një punë të qëndrueshme dhe afatgjatë dhe kryesisht janë kompani dhe biznese të cilat kanë aktivitet jo shumë sezonal, po më tepër të dedikuar ndaj kontratave të punës apo porosive për punë të caktuar që shtrihen ndër vite dhe përditësohen në mënyrë graduale për të krijuar mundësinë dhe hapësirën për qenë edhe më komod dhe më të stabilizuar. Tek zyrat e punës, kush janë kërkesat që vinë më shumë, po themi? Cilët janë profesionet më të lakmuar, ndoshta edhe për shkak të pagave? Ne kemi listuar her pas here dhe nga ajo që raportonin stat, vijon të jenë aktivitetet pasurive të paluajtshme, të telekomunikacionit, po të tjera, ose zanatet? Kryesisht zanatet janë elektricist, hidraulik, që dominojnë, janë pozicione apo profile pune që kanë të bëjnë me kryesisht guzhinjer, pra me formatin e zanateve guzhinjer, gjë që në një mënyrë apo në një tjetër do krijojnë një farë lehtësie apo komoditeti për t'i bërë. Erion Muçat, falenderoj shumë që ishe sot me mua në Money Report dhe diskutuam edhe gjithë të çështjet e punësimit.